هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah e stëndërshëm, para se të fillojmë në khutbe, i shkon mirë që të bojna vend për vëllezrit e dera. Xhamia ka vend. Është mirë si cilin e të hecin e të marrë pozitën e vetë, vendin e vetë, që t'ju lirojmë vëllezrive vend. Allah e stëndërshëm, pasi që jemi në ditët e fundit të muajit Ramazan, pasi që jemi Allah e stëndërshëm në ditët e fundit të muajit Ramazan, dhe shpresojmë në Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu inshallah na I ka pranu ibadetet tona. Tash jemi në ditët e fundit Allah e stëndërshëm, ko që besimtari duhet të ngaron dhe të vrapon dhe të plotson obligimet që I ka besimtari në këtë muaj. Prej obligimeve Allah e stëndërshëm që Allahun subhanahu wa ta'ala jau ka bo besimtarve nxerrja e zeqatit Allah e zërtëndërshëm, dhënia e zeqatit të asaj pasurie që ka dhënë Allahun subhanahu wa ta'ala. Zeqati Allah e stëndërshëm është një farz prej farzeve të Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ka shumë dobi të mëdhoja çështja e zeqatit. Allahun subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allahun subhanahu wa ta'ala është kërcënuar në këtë ajet Allah zërtëndërshëm për ata të cilat e të bojnë arin dhe argjendin dhe nuk e japën në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk ja japin hakin pasurisë që u ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, lajmëroj ata se Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatit një dënim të dhimbshëm. Vëllezër të ndershëm, zeqati është një shtill prej shtillave të treta të dinit islam, ku Allahu subhanahu wa ta'ala ja u ka obliguar besimtarve. Nëse ndalmi dhe mendojmë pak për këtë pasuri, për këtë mall që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, a është kjo që vetë ne e kemi gjetë këtë pasuri, apo aftësitë tona që I kemi ne dhe e kemi tubu këtë pasuri, apo është prej bereqetit që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë. Vëllezër të ndershëm, ne kemi ardhur në këtë dunja pa asnjë petk. Ne kemi ardhur në këtë dunja, nuk kemi fol o vëllezër të ndershëm. Kemi ardhur në këtë dunja, jemi kënd të dobtë. Ja pra Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bon që ne të veshmi lloj-lloj petku dhe ne të fitojmë prej fitimeve të kësaj dunjaje dhe të ham prej lloj-lloj ushqimeve dhe pijeve që I ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë këtë mirë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, përse besimtari mos ta nxjerrë hakin që e ka ndaj pasurisë të vet,
prej hakut që e ka pasuria, Allah zërë të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala të kalib diçka prej asaj që të ka dhonë prej të shumëtës, Allah zërë të ndershëm. Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhonë të shumëtën, ka kërku shumë pak prej teje. Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhonë 12 muaj, Allah zërë të ndershëm, ka kërku prej nesh vetëm një muaj agjerim, Allah zërë. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kriju 24 orë, prej 24 orëve, Allahu subhanahu wa ta'ala të ka lip vetëm 5 kohë namaz, farz janë që të lip Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej pasuris që të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm nëse të lip Allah zërë të ndershëm 2.5, do thot në 100 euro, të lip 2 euro e gjys me e dhonë për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me pastrue pasurin tënde. Allah zërë të ndershëm, për e shohimi nëse Allahun subhanahu wa ta'ala të shumë të njau kalon robve, bive të Ademit alayhi salatu wassalam, për shkak se njeriu çdo herë ka qef që të ketë. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është ngusht Allah zërë të ndershëm për këto, por Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka obligu për shkak urtësive të mdhoja që i ka Allah zërë të ndershëm këto ibadete. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Allah zërë për ato të cilët e të bojnë pasurin e tyre dhe nuk e pastrojnë me zeqat, nuk e nxerin hakin që duhet janë nxerë pasurisë e vetë, që në ditën e kiametit do t'i formohet pasuria e vetë, një gjarë për trishtuas, i cili është asla, është qelan, i cili prej helmit të madhe që e mban, aj as flok, aj gjarpni nuk ka në kokën e ti, dhe aj dhe të jetë me ti, Allah zërë të ndershëm, dhe aj dhe thot, unë jam pasuria jote, unë jam dëpja jote, unë jam aj pasuri që ti nuk ja ke dhënë hakin. Allah zërë të ndershëm, për këtë besimtari duhet të japë zeqatin e pasurisë të vetë dhe të pastron pasurin e vetë. Për këtë Allah së të ndërshëm familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi Allahut e kanë pas të ndaluar të marrën sadaka dhe zeqat, përse se ajo shkon në familja e pastër dhe ndershme dhe nuk i takon pejgamberit të Allahut që të marrë llomin e njerëzive. Zeqati dhe sadakaja është llomi i pasurisë, Allah zërë të ndershëm, që e pastron pasurin tënde, se njeriu bën gabime, njeriu është që haron, ka mundësi përzihet pasuria e tij me diçka. E dhënia e zeqatit është që ti e pastron pasurin tënde. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu Allah zar dhe ka thonë, ruajnja pasurin e juve me zeqat. Dhënia e zeqatit, nxerrja e zeqatit është që e ruan pasurin tënde dhe të jep bereqet Allahu subhanahu wa ta'ala. Në Kur'an Allah së të ndershëm, fjala zeqat që ka është quar 30 herë u ka përmend në Kur'an. 30 herë fjala zeqat është përmend e vetë që ka ardhë zeqat 30 herë në Kur'an, kurse që ka ardhë bashkarisht namazi dhe zeqati, falnja namazin, epnja zeqatin. Ato që se falë namazin, se japin zeqatin. Allahu subhanahu wa ta'ala 27 herë është ardhë në Kur'an, është përsërit Allah së të ndershëm fjala e zeqatit bashkë me namazin. Për këtë Allah së të ndershëm nuk është rastisht që i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, kurse në surët Mekase vetëm 8 herë është përmend zeqati, kurse në surët Medinase është më shumë, qerat ajete janë krejt që janë përmend vëllezër të ndershëm në surët Medinase. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend në Kur'an Allah së të ndershëm sadaka dhe sadakat. Dhe thot që sadaka, dhe thot e ka për qëllim këtu edhe lëmosha që ipët prej vullnetit tënd, po e ka qëllimin edhe zeqati. Tu dijet këtu hin Allah së të ndershëm që duhet që besimtari të ketë kujdes që ai të pastron pasurin e vetë dhe të qonë obligimin, farzin Allahun subhanahu wa ta'ala në vend.
fjala sadakat dhe sadaka ka ardhur Allahut të ndershëm 12 herë në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tham se kjo dhënia e zakatit a ka dobi të mëdha, ka dobi fetare, ka dobi shoqërore dhe ka dobi Allahut të ndershëm edukative që edukon njeriu. Prej dobiveve fetare është se ti e ke mbaruar një shtill prej shtillave të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Ti Allahut të ndershëm kur ta japish zakatin vetëm se je forcuar me iman, të shtu imani dhe besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, ashtu si kur e fal namazin, apo kur e bën një vepër të mirë prej veprave të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur shpërblim të madh për ato të cilët e nxjerrin Allahut të ndershëm zakatin e tyre dhe japin atyre të cilët e meritojnë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat." Allahu subhanahu wa ta'ala e azgjeson kamatën, nuk ka ati dobi prej kamatës, nuk ka mundësi të rritët pasuria prej kamatës, ndoshta të rritën letrat o lezër të ndershëm, letrat të rritën, kurse nuk ka mundësi o lezër të ndershëm, ti me hin luft me Allahun subhanahu wa ta'ala, e Allahu me dhënë bereqet në pasurin tënde, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Allahu ja ushton pasurin, sadakat, zakatin, ja u rrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirëni dhe shikoni ata të cilët kanë punu me kamat, të cilët i kanë shti njerëzit në kamat, të cilët ja kanë marrë pasurin e tyre, ja kanë marrë banesat e tyre, ja kanë marrë shtëpiat e tyre, derisa kemi dëgjuar raste që edhe gratë dikujt ja kanë marrë, Allah i na rujt. Shikojni fundi i tyre Allah të ndershëm, jekon ose në përburgje, ose të vrat, ose të gjetër të vdekur. Kështu është marrimi i gjithë zullumçarëve nëse nuk bëjnë tobe dhe pendim te Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse merr dhe veti ata të cilët kanë dhënë zakatin, apo nuk e kanë dhënë më herët dhe kanë filluar ta japin zakatin, do të dëgjojsh prej tyre ngjarje të çuditshme se si Allahu subhanahu wa ta'ala ja u ka rritë pasurinë atyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar vëllezër të ndershëm për çështjen e zakatit, sadakajas. Është vëllezër të ndershëm se pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë që sadakaja është që njeriu t'ja u lan mëkatet e tij, ashtu si e shuk ujë zjarmin. Vëllezër të ndershëm, a ka shpërblim më të madh? Kush prej neve nuk ka bën mëkat? Kush prej neve nuk gabon? Dhënia e zakatit është që ti shuk apo ti fshin gjunahet tuja. Po ashtu besimtari Allah të ndershëm, prej dobive të dhënës së zakatit është se njeriu ndron në sjelljen e tij. Njeriu kur të jep zakatin Allah të ndershëm, hin dhe e merr një cilësi që nuk e ka pas më herët, e merr cilësinë e bujarisë Allah të ndershëm. Njeriu kur të jep zakatin e tij, e merr një cilësi, cilësia e bujarisë, se nefsi njeriu Allah të ndershëm as që don paran. Nefsi njeriu nuk don ta japë parën kollaj. Venjaron vëllezër të ndershëm, ndoshta të ka ndodhur edhe ti ndonjëherë, do në shtin dorën me dhon sadaka, dalën 1000 dinar, kal takshiri mos e ka një 500. A ke vërret ndonjëherë? A të ka ndodhur? Subhanallah, pse të vjen shejtani ta kujton, do bësh fukara. A haron krejt se pak më herët 2000 dinar i harxove në kafe. I çorrose njerëzit. Të ndalë, s'don që ti të marrish shpërblim. Don që ti të jesh koprac kur t'jetë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur t'jetë në sendin në dëfrimin e nefsit, nuk prish punë. Duhet me ja boj qefin nefsit për shkak se njeri lodhët dhe ka nevojë për pushim. Po ashtu njeriu e merr një cilësi tjetër, kur të japes zakatin e tij Allah të ndershëm, ajo cilësia se ti bëhesh njerë i mëshirshëm, njerë që ke rahmet në shpirtin tënd, në zemrën tënde, se kur ta shohësh dikant që nuk ka
kur ta shosh dikan që është pak më i dobët se ti, të kap mëshira dhe ti zgat dorën. Do thot e para ai hien që merr cilësinë e të bujarëve dhe pastaj e merr të atyre që ke mëshirë. Po ashtu është që merr cilësinë e tret njeriu kur të jap zeqatin, se me dhënien e zeqatit ke lakmon nefsijat, që ti vetë me kom tuja, me gjymtyrat tuja, që ti të japish dhe të shpenzojsh në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pashtu Allah së të ndërshëm, dhënja e zeqatit ta largon cilësinë e keqe të kopratësisë, Allah zër të ndërshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, merr prej pasurive të tyre zeqatin që ato ti pastrojsh dhe ajo është që të shtohet bereqeti. Allah zër të ndërshëm. Këto ishin disa dobit që në sjellje, në cilësi që e merr besimtari kur e jep zeqatin e tij. Kurse në pjesën e ditë të hutbes do t'i shohim dobit e zeqatit në shoqëri, çfarë ka shoqëria, çfarë dobi ka shoqëria. Allah të ndërshëm me dhënien e zeqatit kur ta jep besimtari. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na mundson që ta jap në zeqatin e pasurisë tonë. Allah e zër të ndërshëm. Mos mendon në kush se si duhet, për me dhënë zeqat duhet t'i kem 100.000 euro, për me dhënë zeqat duhet kem biznis të hapur, për me dhënë zeqat, ja Allah e zër të ndërshëm, dhe ta shohemi se kur i obligohet besimtarit të jep zeqatin dhe ta pastron pasurinë e tij. Lusëm Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të na vënë prej tyre që edhe këtë obligim, edhe këtë farz të Allahut subhanahu wa ta'ala ta zbatojmë dhe ta çojmë në vend. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah e stëndërshëm, prej dobive që e ka dhënia e zeqatit është që gëzohet syri i të varfurve, syri i atyre skamorve. Do të kur nxjerrësh dikon dhe shkon ja jap disa para, apo ja blen disa tesha, apo ja blen një lavatrigje, apo ja blen një frigorifer, nuk ka. Do thot paramendon se sa gëzohet ai njeri. Edhe pse në shoqëri shumica janë në hallin më të dobët ekonomikisht. Ke pati Allah subhanahu wa taala të ka dhënë. Ke elhamdulillah. Nuk ke milionat, po ke elham me hangër me pi, nuk ke keq. Por dikush ta jep një dhuratë vogël të bëhet qefi. Një dhuratë, një hedije, një laps. Gëzohesh, e nin veten si ti e nderuar dhe i respektuar. Paramendon një të varfër që askush nuk i thon burën ulët të ham buk bashk. Apo ndoshta nuk e sheh veten e vet se meriton ai më ul me mu. Apo nëse më shet dikush që më ul me një të varfër apo një pa më parasysh ndoshta do të flasin njerëz, këshir me ka ul filani. Dhënia e zeqatit, vëllezër të ndershëm, është e cila e gëzon një të varfër apo një skamor. E sheh që edhe ai pas ka besimtar musliman që nuk e harrojnë. Pastaj dhënia e zeqatit, vëllezër të ndershëm, është që e forcon unitetin islam. E forcon komunitetin musliman. Me dhënien e zeqatit forcohen musliman. Tu bëhet fonti dhe ndihmohet dini Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është rastësisht që Allahu subhanahu wa ta'ala prej kushteve që e meritojnë, do thot zeqatin, marrjen e zeqatit, janë ato të cilët janë fi sebilillah. Fi sebilillah hin shumë. Një prej tyre janë mujahidat në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Allahu ja ka bë për shkak se ka thënë edhe Sheikh Islam ibn Taymija. Nëse janë mujahidat në front, në luftë, dhe fukarati kje palën tjetër të vdek për buk, cili duhet m'ia dhënë zeqatin? Do t'ja japish mujahidat të cilët janë në front, apo do t'ja japish fukarave të cilët janë të vdek për buk? Më një shtetë janë. Ki edhe fukara, po edhe
burrat të cilët e mbrojnë dinin e Allahut. Thot ju jepet zeqati mujahidave, nuk ju jepet fukarave. Pse? Thot nëse vdesin fukarat, vdesin inshallah shahida dhe e marrën shpërblimin të Allahu subhanahu wa taala. Kurse nëse dështojnë mujahidet, dështon këtë shteti. Shikoni vëllezër të ndershëm, çish ulemonti kanë marrë punët. Si kanë njohur se kur do hija hasmi të në armiku, kam i prej krejt të fukarat, kam i masakru. A kurse ai që rria që me pushk në dorë, se lenat atë zullumqarin, atë kriminalin të hije. Kjo është vëllezër të ndershëm. Nuk është rastisht, do thot. Mos flasna për çështjen e davetit, që cilën çështjen e davetit e kanë lënë anash. Se daveti vëllezër të ndershëm është punë e madhe. Se një njeri me të udhëzu bën hajër të madh. Një pasanik me të udhëzu me të dhënë zeqatin bën hajër të madh. Ti bën 1 milion fletushka, ta bën komplet një xhami. Ti ja bën 10 shtëpi fukarave. I mban 1.000 familje që në ushqim muj për muje. Më uzu i shkoni zgjedh disa fukara dhe ishtin pun, 30-40 fukara ishtin pun, që në aton pas 10 vete bon me dhënë zeqat. Kjo është vëllezër të ndershëm, çështja e zeqatit është punë e madhe. Ka dobi të mëdha, nuk është rastësi Allah subhanahu wa taala, vetëm pak kali prej teje, po ne këtu 500 vjet, me dhonshëm nëse na bie zeqat me dhon, ka 10 euro, lëviz numri o vëllezër të ndershëm. Lëviz me një herë, ngritet. Po ashtu prej dobive vëllezër të ndershëm është se me dhënien e zeqatit largohet mlefi dhe urrëtia e fukaras ndaj zenginave, apo ndaj të pasurve, se janë krejt zengina. Tham njeri nëse ka me hangër, i del rroga muj për muje dhe mund të bëjë qefet e veta, nuk ka i fukara. Ajo është i pasur, o vëllezër të ndershëm. Ajo është i pasur. Ne mendojna veç kush ka një dyqan, kush ka një biznis, kush ka një pak ma gjon, ato janë zengina. Jo, vëllavia, a ke me hangër, a ke me pi, a ke me veç, pa në ti je i pasur. Edhe ti je i pasur. Për këtë vëllezër të ndershëm, dhonja e zeqatit është që e largon mlefin dhe urrëqen ndaj të pasurve. Se ai që s'ka, kur qëtë ti që jec me kërë, kur qëtë ti që ke petka, kur qëtë ti ke këpuc, kur qëtë ti shpine ke pak ma të mirë se të ati, e ke ma të veshën mëse të ati, ai do fillon do urreje. Thotë, to s'kan mëshirë, to s'kan rahmet, to si shikojnë as pak, to nuk, e kështu. Amon kur do t'ja qësh zeqatin tant, kur do t'ja dagzosh me diçka, ai thotë, jo, ka dal, mos fol se unë e dy njerëzit të cilët kujdesen. Kjo është vëllezër të ndershëm që i pastron edhe të varfurit për zemrat e tyre prej urrëqjes dhe armiqësisë. Po ashtu vëllezër të ndershëm besimtari me dhënien e zeqatit është që shoqëria vëllezër të ndershëm ndahet dhe ka bereqet dhe shihet vëllezër të ndershëm mirësitë e atyre që ja u ka çel Allahu subhanahu wa taala dert e dunjas. Pastaj zeqati vëllezër të ndershëm, nisabi zeqatit. Sa para duhet të kena ne me dhënë zeqat? Ulemat e dinit Allahu subhanahu wa taala kanë thonë 85 gram ari. Si ti kesh, sa bojnë 85 gram ari? Bojnë 3.000 euro, sa ka hip tash ari. Do thot, nëse ti ka zonë në viti vëllezër të ndershëm, ti duhet me dhonë zeqat. Duhet me dhonë zeqat për çata. I mbledh krejt 3.000 euro, 4.000, 5.000, pjesë tim kaç, 2.5, sa të qesën, 20 euro, 25 euro, 27 euro, 28.5, ti qatë që jep, zeqatin. Kjo është një, nari dhe në argjend. Pastaj të çështja e tjerave, që bon tregtit, llojt e tregtive. Baktit, shtof, kumash, do thot, po më parasysh çdo lloj biznisi, kerra, hekër, armatur, do thot ciment, çka të kesh, i ke për biznis, nuk i ke personalisht tujat, i ke për biznis, për mishit, i ke blej për mishit, duhet të japish zeqat për ta. Gruni, kalamboqi, thekni, bimët të cilët janë vëllezër që nuk kalben. Biberi kalbet, patligjoni kalbet, molla kalbet, sende që nuk kalben, badem, thekën, grun, të katundarët shumë pak janë që japën zeqatin e grunit. Shumë pak. Ngishta janë. A krejt katundarët kanë mundësi me dhënë zeqat. Sidomos me dhebin Hanefi që janë. Që thojna, në krejt thojna me dhebin Hanefi. Apo, me dhebin Hanefi është sa të nxerje toka ti ke me dhënë zeqat. E në 3 kg drith nëse ti nxerë, duhet me dhënë zeqat.
Shikoni Allah së ndershëm, me praktiku këtë nuk ketë asnjë i varfër në rrugën toksor. Dhe kjo duhet të jepet vëllezër të ndershëm, e merr llogarit këtë pasurinë tonë sake dhe pastaj e pjeston dhe e rregullon dhe e nxjerr dhe jep zeqatin në atë formë që të kalip Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj vëllezër të ndershëm, cili është ai që meriton, cili fukara? Fukara vëllezër të ndershëm, ulemat kanë thonë, fukara është grada e parë që meriton zeqatin. Fukara do të thotë është që i cili nuk e ka ushqimin ma pak se gjys viti. 12 muj viti, apo? Kis ka ushqim për më hongë as për 6 muj. Sën bot për 6 muj. Miskin është nëse ka boti dajre për 6 muj e të nalt, a më sën boti dajre për 12 muj. Edhe këti ipët. Por nëse ka qki miskini që 6 muj të mundet, a më në punan e di që t'i vaj roga, është i shëndeja që mashallah i fort, a më do të mirë se mbijen shtë e sadaka fitër zeqatë, raj rahat. Këto i haram si lejohet ta more. Me prit aj malin që të pasurot prej malit të sadakat dhe zeqatë nuk lejohet vëllezër të ndershëm. Se nuk i takon në sadakaja njeriut i cili është hadith ka, i cili është mentalisht i mirë, i shnosh dhe është fizikisht vëllezër të ndershëm. Nuk i lejohet ta marre. Por ai duhet mundohet të punoje, jo të fleje gjithë ditën një naksham, e pastaj prit kush ka miqu të dera. Jo, nuk lejohet. Në të kërkoje punë, në të mbledhe letra, në të mbledhe shishe, në dole në të punoje, do të bëje beton. Çka ka dert? Do të thotë se s'lejohet vëllezër të ndershëm me prit prej njerëzive me dhonë. Allah i na ruaj. Po ashtu vëllezër të ndershëm, prej atyre që i bie zeqati janë ato që thamë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, janë ato të cilët janë zhitur në borxhe, s'në janë të dalë kurqish prej borxheve, janë ata të cilët me azbut zamrat, muallafatul qulub, do të thotë fisëve të kabileve që s'janë kanë në islam, me ja dhon diçka, me azbut zamrat, s'ta pranon na islami, pranon edhe të tjerët, edhe ato të cilët kur të shteti islam, i ka punëtorët e tij të cilët kujdesen për çështjen e dinit të Allahut subhanahu wa taala, u jepet edhe atyre, këto janë vëllezër të ndershëm që duhet që e meritojnë që ta marrin zeqatin. Përndryshe vëllezër të ndershëm, kujdesni ku t'ja jepni zeqatin, jo me parët e juve me shku me bozina, Allah i na rujt, a vëllai ishte student ai, a kupton, shkoja pja zeqatin aty, kur ta shohsh ai parët tuja në zina, Allah i na rujt. Ai tjetri parët tuja në piv, ai tjetri parët tuja në diskotek, ai tjetri parët tuja, Allah i na rujt, vëllezër të ndershëm, të kujdesni ku ja jepni zeqatin e juve, jepni atyre të njerëzive të cilët e meritojnë, lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na jep urtësi të vëmë pasurinë tonë në vendin ku duhur, lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundson ta praktikojmë edhe këtë farsë të Allahut subhanahu wa taala, lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na falë mëkatet tona, lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, kam t'ia forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon ato të cilët kanë ndrujet, Allahu shahida i pranon, ato të cilët janë me plagë, Allahu sa më shpejt i shëron, ato të cilët janë gjallë, Allahu prej kurthave të kurtharëve i mbron, lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu gjithëve në xhennet al-firdaus të na bashkon wa aqimus salah. Allahu Allah